Ti, unë e raportoj se jam ndjehem e kërcnuar, a vinë ato? Po. Po, Vinë? A mu i me thirë, po problem. A i thirë A me? unë e thiresh? Po. Për te? Po dhe. A i thirë A me? janë aq ekspresiv? Po përsoj që vinë, s'pe ti tash, s'kom pas rast. Me shtinë e edhe bus për ishma në to. A e thirë ti policinë, a të thiri une? Nëse do t'i thirë. Unë kënë Kosovë nuk di gjendem shumë mira, mund është ti ta thirish? Po për me kia, Po dhe? ki kërcnem në mesazh apo në me po, është... Po dhe mund është ta shofish, nuk ka asnjë lloj problemi? Ja. Ja për shembull besoj se çam me të shkruajt. Policin gash. Shife? Pyte i rëmë inshallah vinë. Ka kem bashkëpunim ka herë, po A vinë kështu shpejt? s'pe di pe thiri tash. A i mbrojnë gazetarët? Po të na shumë. Shumë? Prof? A mendon ti që i mbrojnë gazetarë? Policia. I mbrojnë policia, sigurisht, po. Policia Kosovës Ordnane? Falë, jem prej emisionit Këshia Show, edhe jem të gjiru një emision bashkë me moderatorin e një Resul Sinoni edhe gazetarën nga Maqedonia Veriore, Liridona Vejseli, edhe po thot që ka një mesazh kërcënues si ka ardhur dikun prej Kosovës, a mund të lutem me ardhur me dërgu një patrull deri te këtu e kem, domethënë përballë agjencionit veterinës së ushqimit. Skenën. Po patjetër, për pak minuta aty do t'jemi. Faleminderit shumë. A tha për pak minuta aty do t'jemi? Po, Hajtë shohim. në muj me vazhdu. A muj me po publik mesazhin ajo? Po dhe nuk është problem? Po. Trego si jo? çfarë kërcënimi kishte? Çka? Ta hje kokën e sheh kur vjen nëse e poston videon, se kena bo një temë atje në Maqedoni, edhe sigurisht që ka kuptu personi që e kena bo temën, është i përfshim në një skandal, edhe më ka dërguar, unë nuk besoj se numri është i ati, po për temën, domethënë e di për çfarë teme, se sot e di që kam punu gjatë ditës në Tetov. Edhe ka shkruar një mesazh. Zakonisht shkruajnë me profile fake, po kur është me mesazh telefoni, sigurisht ai nuk ka më frikë, ndjehet i fuqishëm. Po nuk ka... Nga njëherë, gjithmonë unë e preferoj që t'i bëj publike edhe numrat kush më shkruan, kush më kërcënon, sepse unë jam e mbrojtur atëherë, ja si këtu. Oj, fëmijët. Me mbroma? Wow, sa shpejt erdhe? Në mbroma. Po një informacion për një rast. Cile ka ndodhur ka, nuk ta sqarojnë në pika shkurta. Na faleminderit shumë. Për Liridorën ju kena thënë fakt. Po? Liridora ka mundësi, po? Apo mund si... Më nga të regu që ka një? Më thonë, unë e kom bo një temë në Maqedoni sot gjatë ditës, Po? edhe ende nuk e kam plasuar, por e kam marrë një mesazh kërcënues që thotë se nëse e plason temën, atëherë ti me mu do të kesh punë, unë do ta hjep kokën. Ako mund si të morë një raport shkurt, për pak minuta, mazë e bëllë fjallë për një kërcënim. Po. E do të me morë një raport, edhe mazë i së Me qytetore. qysh me nalë emisionin Liridorën si Po do të pa tjetër me nalë, mazë edhe nuk ka qytetore ju, të morë një raport shkurt edhe të për pak minuta. Okej, s'ka problem me nalë. Ako mund si me morë me një? Liridora mundësh? Po, ta marrë telefonin si të shmi që e ka? Po. Faleminderit. Na po vazhdoj me provën ne, na shtash i pengojmë. Për pak minuta të Provë ka mendon ti? Po është e rrallë, domethënë edhe tash të sa vite. Shikoj. Nuk kërcënuar. Muj me thonë disa gjana të përgjithshme që kanë bëjnë me rolin e gazetarisë edhe rastet e tilla. Të gjithë i duan gazetarët që t'i kenë në anën e tyre, që t'i lavdojnë, që t'i promovojnë, të shkruajnë mirë, t'ju bëjnë reklam. Ndërsa, askush nuk i do gazetarët kur ata raportojnë për gabimet e tyre, ose për shkeljen e ligjit që e bëjnë tjerët. Dhe në këto raste i kërcënojnë. Fatkeqësisht në gjithë botën gazetarët kërcënohen. Në rajonin tonë, në Ballkan, nuk është gjendja më e mira. Mediat në rajonin tonë aty janë përsa i takon shkallës e lirisë së shprehjes, dhe vendet tona konsiderohen si vende me media pjesërisht të lira, pra jo të lira. Jo të lira. Gazetarët kërcënohen nga politikanët, nga biznismenët, po edhe nga qytetarët. Ndërkohë kamera nëse mundër se jenë të morë intervistë atje, Alberti apo Didi që li dalin, s'ka problem. Po. derisa punon kamera, pra nga të gjithë gazetarët
kërcënohen. Dhe në vendin ton, konsideroj që edhe politika ka një ndikim shumë të rëndësishëm që gazetarët janë bërë një farmënyre si një lloj targeti i letë për të kërcënuar. Ama, ajo që duhet ta di shoqëria jonë është se vendet me demokraci të zhvillume, gazetaris i japin një vend shumë të rëndësishëm, i japin vendin e pushtetit 4, sepse ashtu si që janë mjekët të rëndësishëm për shëndetin tonë, kur jemi të smur, gazetaria është e rëndësishme për demokracinë e një shteti. Pra, gazetarët janë ata që i bëjnë pyetje pushtetarëve, atyre që i zgjedh qytetari, i bëjnë pyetje apo i mbajnë premtimet që ua kanë dhënë qytetarëve, jo gazetarëve, jo mediave. Gazetarët janë ata që në raport me qytetarët ju japin llogari politikanëve dhe domosdo janë në të mirën e shoqërisë. Pa media, pa gazetar, as që mund ta imagjinoj se si do të ishte pushteti në Kosovë. Prandaj është me rëndësi që qytetarët të radhitën edhe të jenë në anën e gazetarëve. Kjo nuk do të thonë që gazetarët janë enjoy, sepse edhe në mesin e gazetarëve ka që e turprojnë profesionin, por gazetaria dhe mediat janë shumë të rëndësishme për demokracinë edhe për shtetin si që është në rastin tonë Kosovë. Çka do të thonë, prof, nëse sulmuhet një gazetar, çka do të thonë për demokracinë e një vendi? Çka do të thonë, nuk është problemi apo sulmohet, po problemi është si po përgjigjet shoqëria ndaj sulmuesit. Sepse njerëzit i sulmojnë gazetarët edhe në demokraci të zhvillume, ama pastaj reagimi që e marrin nga institucionet e shtetit, jo vetëm nga asociacioni, po nga policia, nga prokuroria, nga gjyqësia, është meritor dhe pastaj nuk ju shkon në mend për s'dyt me bo. Tek ne sikur është dehumanizuar gazetari dhe gazetaria dhe është bot tabel qitje. Kjo është e keqja, kjo është ajo që ne duhet na brengos. Pse pra është kriju një ambient i tillë ku gazetarët lehtësisht janë, siç thatë ju, tabel qitje nga të gjithë. Faleminderit. Mund të vazhdojmë misionin pa problem, na morëm një raport prej Sovjet, edhe ftoj të gjithë ata vizitorë, cilët duhen me vizitu shtetin e Kosovës, duhet të jenë të qetë, dhe Kosova është shtet i pavarur dhe ka policinë më të mirë në rajon. E vërtet. Ne jemi në shërbim të qytetarëve 24 orë. Faleminderit shumë. Kështu që të jenë të sigurt në vend. Falenderoj policinë e Kosovës për ekspresivitetin që erdha më njëherë, sjelljen, mbështetjen, edhe për mua si gazetare që shpesh vije dhe punoj në Kosovë. Këto fjalë edhe kjo mbështetje e policisë Kosovës vlen shumë, si dhe për çdo qytetar tjetër i cili viziton territorin e Kosovës. Një shtet i ri i pavarur për me shumë siguri, ju falenderoj shumë. Çfarë do të thotë kjo për një gazetare? Policia e Kosovës ta mbrojë shumë e madhe. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.